Një kufo me djegur është gjetur paraditën e së martës buz rrugës për në Qafthan. Me njerë kanë shkuar në vendngjarje forcat e komisariatit të policisë së Pogradecit. E fillimisht identifikimi i saj është bërë i vështirë për shkak të djegjeve të rënda. Pas transportimit të kufomës në morgun e spitalit, është bërë dhe identifikimi i saj. Ai është ish oficeri i policisë nga Pogradeci Ligoraj Qëvani, banori i qytetit të Pogradecit. Sipas policisë, identifikimi ishte i vështirë për shkak të djegjeve të rënda. Fillimisht, grupi i hetimeve dhe policia e Pogradecit që mbërritën në vendngjarje jetuan në dy pista, atë të vrasjes dhe vetë djegjes. Ndërkohë, u zbardhën detaje të reja lidhur me vdekjen e ish oficerit. Sipas hetimeve paraprake, Ligoraj Qëvani, ish oficer në qytetin e Pogradecit, është vetë djegur me benzinë. Policia bën më dije se nga ekspertiza mjeko-ligjore e kufomës nuk janë gjetur shenja dhune në trup. Të njëjtat burime bëjnë me dije se shkaki i këtij vendimi ekstrem dyshohet të ketë qenë gjendja e rënduar depresive e ish oficerit. Nga të dhënat e grumbulluara, policia pohon se ish oficeri ka tentuar t'i jap fund jetës edhe një herë më parë në vitin 2009, por është penguar nga familjarët dhe të afërmit e tij.